Në shpatijet e Sharit këtë fundjavë u mbajtën një ndër garat më të vështira dhe më ekstreme në rajon, siç është gara Titov Vërf Sky Race, ku morën pjesë afro 160 garues nga disa vende europiane, të cilët vrapuan 20 km nga Kodra e Diellit. Titov Vërf Kodra e Diellit me distancë 20 km me 1900 metra ngjitje. Fituesi i garës ishte suedezi Martin Nilsson para dy garuesve nga Maqedonia, Sasho Bogojevski dhe Martin Dameski. Nga garuesit shqiptar me suksesshëm ishte Vigan Hoxha nga Kosova, Remualdo që doli i pesti, Zaimi nga Shqipëria, ndërsa shqiptari vetëm nga Maqedonia e Veriut ishte Suat Idrizi, i cili doli i 14-ti. Garuesi nga Kosova, Fatmir Ismaili, i cili doli i 9-ti. Për televizionin Koha, tha se kishte arsye të shumta që mori pjesë në këtë garë. Është era 2 që marr pjesë në Titov Vërf Sky Race. Arsyeja që vi këtu në Maqedoni në këtë garë se është jashtëzakonisht sfiduese, teknike, po mbi gjitha ka konkurrencë shumë madhe. Vijnë vrapus fantastik nga rajoni po edhe nga bota dhe gjithashtu fakti që është pjesë e Sharit është edhe një arsye shtesë se marrën këtë garë. Është tash era e dytë, jam i kënaqur që mora pjesë dhe organizimi ishte fantastik. Shënimi, shtegu, gjithçka ishte nivel dhe shpresoj që edhe në vitet e ardhshme vazhdoj kështu të ketë edhe garues edhe më shumë. Kjo garë kishte karakter zgjedhor për garuesit e vendit, të cilët pretendojnë të marrin pjesë në kampionatin ballkanik, europian apo botror.